Na nuk po I themi fes ton, fe e paqes, e mirë kuptimit, e tolerancës, e vllaznillakut, pace, 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 nuk po I thona kësaj fes, pse po na sulmon politika neve. Apo më kuptoni? Unë tash, mas burgut që isha, nuk po I thon tash, po që 35 vjeta, si këmë thonë juve kushinit vjetëra, se feja islama o feja paqës. S'po I thon tash që një vjetë. Pse kesh I arrestuar e po I thon se tuta. Jo, kjo feja Allahut është. Nuk e kemi ndryshuar në argumentet. Kushoj vjetër prej juve. A keni thonë edhe para 30 vjetë, Allahumma ante selamu ve minke selam. A keni thonë? Në qka keni thonë? Wallahu, ty benedim edhe në qka kena thonë. E kjo problemi pra. Problemi ose se ke ditë qka ke thonë. Pra ndaj kështu po na donë dikush me kenë prapë sot mas 35 vjetëve. Pse po na thonë neve sot, duhet me pas fenë tradicionale. Shëqyrë që se kemi fenë tradicionale. Po e kemi parimore të argumentuar. Pse tradicionale që kanë hoxha keqa? Se populli se din që kanë tradicionale. Populli për njën, valla mire kanë politikanët tradicionale duhet më konë feja. Jo këta që shpëthojnë tash. Me kanë feja jonë tradicionale, o vlaznit e mi që e një që tu me mu, unë kur kom ardhë në Prizren me boj imam lëkën, 80-ën kom hi mas parin, 80-ën mas postës kom hi të shtëpja kulturës imam, për Ramazan, kur kom ardhë unë në Prizren për Arabijës, as një liber se kom pas Shqip, hiq, as një. A di që kena pas Shqip? Një ilmi haq. Ta Gjibajrisht, Boshnjak, Shqip për këthyën për e Sherif Ahmetit, as një sen tjetër. Do më thonë ju që si fe për në lip një tradicionale, që hiq zdim na. A pe kuptoni qëfar tradicionale për në lipin? E tash, elhamdulillah, a di që ka kini tash në librarijat tonë e Shqip? Unë nuk e të projmë nëse thamë mbi 4.000 artikuj. Nuk e të projmë nëse thamë. Veç a i një lexues. Alhamdulillah, 5 herë është për këthy Kurani Shqip. Alhamdulillah, Sahih el-Bukhari Shqip. Tirmidhiu Shqip. Ebi Davudi Shqip. Fiqhusën në Shqip. Biografit profetike të lloj-llojshme Shqip. Të punume të mrekullueshme prej kolegëve tanë, mashallah të barekallah. Ja, nuk e dojmë na tradicionale, se para 35 vjetë unë kur kam filluar në Prizren një mamlëkit, as një sens se kini pas heq. Një me vlyt e kneshim edhe aton prej Arabqës. S'kishim kur gjonë, heq, as një sens s'kishim. Kur kam filluar i mamlëk me bon Bajrakli 81-ën në Bajrakli kam punu, kur kam filluar me punua, kur hypan hytbe thash lavdi qoftë Allahut subhanahu wa ta'ala, salavatet për pejgamberin. Thëshin popli, Shqip po folën. Pse? Se ishin mësuve që më thonë atë kur dalish, alhamdulillahi hamdel kamilina, wassalatu wassalamu ala rasulina sallallahu alaihi wasallam, wa idha quriya al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar. Ja dy të shkallë, po hala ka pi plegjve qështu vetë. Jo pi qëtu, i gjdrypin pak ma poshtë. Edhe këthehen qështu. Edhe opet hypin të ratë. Inna Allaha ya'muru bil 'adli. Shka keni marrë vesh sot e fenë një letë? Wallahi na falë se kur gjas morëm vesh. Qështu tradicionale me këtyna? Po dojmë mu këthy edhe njëherë një ignorancë na? Po dojmë mu këthy edhe njëherë në mëzdije na? Jo vlazen, feja islame është ligji Allahut në ftyrë tokës, na për mu bo rahat. E ka ndalua alkoholin, e ka ndalua kurvnin, e ka ndalua mishin e derit, e ka ndalua vjedhjen, e ka ndalua korupcionin, e ka ndalua parën me fajden bankare, ka ndalua vllavrasjen, ka ndalua spionazhin, ka ndalua shitjen e vatanit,
ka ndaluar shitjen e vllazëllakut. Fe kjo, dino kjo, nuk ka i vare kjo. Ama që se dish ku për ti. Ki dy përgjërësina, një që s'pe dish, ki mu përgjëq, pëse s'pe dish? A ki arsi, sot, a ki një arsi jo më s'pe dit? Ja. Arsye s'kije. Allah i nam saftë.